Mos bëmi konservatorë me alon fojnë teknologji, sepse epoka në cilën jetojmë është teknologjike. E para. E dyta, problemi është që futbolli ka rregulla. Dhe mos kthehemi te ajo tradicionale si në shkollë, për shembull, ai që ka pas trupin drejtin, sa ka qit kur me lujt, ose ka kape, ka shi në situll, ka shku të shtëpia, ka honu ky loja se trupi është i jami. Mos mund m'ja bo. Ja i tuj penalti atuni, ja jam ashtu. E tha Antuni, gola me dorën mos ka, me dorën e Zotit. Se që kjo besimi, ja lon Zotit. Zoti e ka thonë golla. Ja, duhet me dyshu. Teknologjia është ajo që na bën me dyshu. Tonë që më pëlqej këto që tha kushtimi, teknologjia për bën dromën me shumë akte. Ti po pret varin, për i kthen lojnë, edhe sa ta me mikrofon. Po duhet me bën një gjërat vogël, me tregu pse. Dhe bitë gjitha, duhet me po një sen. Diskrecioni i faktorit djeri vazhdon tjetë. Diskrecioni i referit, i arbitrit, do më onë vendos edhe mbi rregullat e varë.